Pas publikimit të pamjeve, ku Gjesti shihet duke hyrë me armë në dorë dhe duke shkaktuar dëmimte në ambientet e shtëpisë muzikore Onima, ka ardhur reagimi menjëhershëm i vet artistit. Përmes një deklarate të shpërndarë në rrjetet e tij sociale, Gjesti ka akuzuar kompaninë për manipulim të ngjarjes dhe prerje të qëllimshme të videove. Në reagimin e tij, e cilëson publikimin e pamjeve si një fushat të re për dëmtimin e imazhit të tij, ai u ka kërkuar falje shqiptarëve që mund të jenë shqetësuar, por ka këmbëngulur se videot nuk pasqyrojnë realitetin. Këngëtari ka ngritur pikpyetje të mëdha se pse nuk janë publikuar pjesët ku, sipas tij, atij i është drejtuar arma i pari, vetëm sepse po kërkonte parat e fituara me mund. Ai shton se në video shihet qartë që stafi i kompanisë qëndron i qetë, gjë që sipas tij tregon se askush nuk ishte i rrezikuar.